2%, ja me 2% ata janë rregull. Ajo është gjendje e zakonshme. Ja, s'bën për ata janë rregull kryetar. Gjendje e zakonshme se çuzdove ti me lënë fatikisht nuk kanë rregull. Nuk është gjendje e zakonshme, ne kemi normalizuar situatën. S'është korrekte. Veriu ka qenë gjendje e zakonshme. Normalizuar ose është zakonshme? Ata kanë sabotu vetëm që janë tërhequr me lënë pa kryetar komunë atje. Legitimiteti i votave që Nuk do foli po të kupton sakt çapo flas po s'po të pëlqen. Po çështje tjetër. Mu s'm pëlqen që janë me 3 vota e 5 aty. Po është imponim i luftës hibride serbe. Him tash ka lufta hibride. Okej, him ka lufta hibride. Ylli për luftën hibride jo, lufta hibride. Për luftën e numrave. Ish generale anglez sot. E para, çka besoj se e kem luksin me bo dhe duhet të bëjmë, është që të këmbgullim studio mbi një farë koreksie ndaj kushtetutës, ndaj institucioneve. Pra, e para që duhet të bëjmë, se nuk e kemi forcën me binë tash kryesinë e lëvizjes vendosjes ka me hec, po muj mja sugjeru, po diçka kemi drejt me bo, është me qenë korekt. Pra, atë që e përmeni Visari, që i ka tinglu si një farë mundësie që në seancën e 15 prillit, për shkak se nuk janë votat për qeveri, të mos votohet as konstituimi i kuvendit, as zgjedhja e kryetarit kuvendit. Bene që ajo është duhet të konstatohet si problem. Dhe unë shpresoj që nuk e bëjnë, sepse nuk jam i bindur se do ta bëjnë, pra, por nëse ndodh, spaku duhet ta themi qëndrimin që kjo është shitje në një farë tereni jo politik, në një farë tereni të çka po di, kapadajllëkut e tjere, të cilën e kemi pa në kalumën dhe e kemi ndëshku në kalumën, që ka është me rëndësi si qytetar të kësaj republike. Nuk do doja ta shija lëvizjen vetëvendosje kur ta bëjnë një gjë të tillë, sepse nuk i pas ka të garantuar numrat e votimit tash. Kushtetuta e shkput kuvendin nga qeveria, rregulloria e kuvendit e bën po të njëjtën, duhet me u zgjedh kryesia, duhet kemi kuvend funksional. Dhe nëse mundemi qeveri të kemi, është edhe ma mirë, por nuk varën njëra nga tjetra dhe nuk do duhet ta përkrajmë këta. Duhet ta ngrisim zërin kundër kësaj. Të deklaratat e deputetëve, unë menoj që duhet sa shojmë pak edhe hierarkin. Kam prirje të besoj Glauko Njufcës, po ashtu kam prirje të besoj Mimoza Kusarit, edhe për shkak të pozitave që kanë bajt, afërsisë që kanë me Zotit Kurti. Jo, po i referona deputetëve çdo respekt për ama bajnë, nuk kam unë. Deputete caktum që menojnë, thënë, ma shumë tinglojnë si tifoz Liverpoolit e Juventusit, se që ka nej far informate ma shumë se kush do neshtë në studio. Nuk besoj që kam ri informatat e këta, po ajo që kemi vrejnë nga Glauko Njufca dhe Mimoza Kusari është dhe ka ndodhë tash në këtë javë është një shkputje nga retorika se i kemi numrat e gjithë shka është në regull. Gradualisht është u hap dera që lëvizja vetëvendosje nuk i ka numrat as 61, do thotë për ta kriju qeverin. Dhe unë këtë studio kom thonë që në fakt as 61 nuk duhet të aspiroheshen, edhe mi pas 61 nuk gëzën me bona atë qeveri. Dëmonë, sfidat me cila do të ballafaqohet Kosova nuk e tolerojnë një qeveri prej 61 deputetësh. Lëvizja vetëvendosje ka pas gati 70 deputet në mandatin e kaluar dhe menzi i kaloi këto ligje. Me rëndësisë vitale, domethënë. Me 70 deputet piknisjen. Tash me 61, domethënë asnjë ligj nuk na kalon. Asnjë vendim se ne marrim. Dhe